Ola sot dashur shqiptar, se ne jemi në gjendje që shkojmë çdo gjë. Të dyja palët, si Edi Rama dhe Berisha, kanë arritur që mendojnë se do bëjnë rëmuj, ta shtyrën e ca kohë të mos vënë në burg. Po ata nuk e mendojnë që po të bëhet rëmuj, prerë të parë populli shqiptar do t'i heqë zvarr. Populli shqiptar kërkon gjyq publik për këta. A e shihni si e marrën me avash punën e zëvendës kryeministres? Ajo do arrestohet se s'bën këto ditë dashur shqiptar. Gjykata ka forma të ndryshme. Gjykata ka të drejtë të arrestojë për flagrancën që i gjeti. Një gjë e vogël është bërë dashur shqiptar, 1%, pe 100%, 1% që tregojnë që thonë ka 300 apartamente, dyqane ushqimore, familje e saj, llogaritë sa kanë gruaja e Edi Ramës, që janë për telefone, sa kanë deputetët, ata janë bashkë, si PD-ja, edhe PS-ja që janë të dyja motra, që janë partia komuniste, edhe spiune, dhe agentët e Serbit, të Francës dhe të Grekut. Kjo është thira që i bën duan rëmuj, sepse Berisha është gati për të shkuar në burg, familjarisht. Edi Rama është gati për të shkuar, jo vetëm edhe gruan e tij, por është gati dhe fëmijët e tij. Aq kanë vjedhur.